Vajza me Shami që shihnin në krah të presidentit Erdogan nuk ishte thjesht një asistente. Fatima Kavakçi është përkthyesja dhe këshilltarja e lartë për marrëdhënie me jashtë, duke përshpëritur në vesh liderit të Turqisë në takimet më të rëndësishme botërore, si ky me presidentin e SBA-ve. Por për kuptuar peshën e pranisë së saj, aty duhet të njihni historinë e nënës së saj. Nëna e saj është Merve Kavakçi, gruaja që në vitin 1999 hyri në histori si deputetja e parë me Shami në parlamentin e Turqisë. Por triumfi i saj zgjati pak për shkak të Shamisë së saj, ajo sulmua verbalisht, u pengua të bënte betimin dhe në mënyrë të turpshme u përjashtua nga parlamenti. Sikur të mos mjaftonte kjo shteti atëhershëm sekularist, ia hoqi shtetësinë turke dhe detyroi të largohej nga deu i saj. Ajo ustrua në Turqi. Tash bëjeni lidhjen. Vajza e saj e vogël Fatima, e cila pa me sytë e saj për shtrimin e nënës së saj, u rrit dhe u arsimon në SBA, ku u bë me ekspert të marrëdhënieve ndërkombëtare. Dhe sot në një ironi të historisë dhe si një formë të drejtësisë poetike, ajo është kthyer në zemër të shtetit turk. E njëjta vajzë e bija gruas së dëbuar për shkak të Shamis, tani qëndron me krenari me Shaminë e saj pranë presidentit të Turqisë, duke përfaqësuar vendin e saj në nivelin më të lartë. Nga një familje e dëbuar tek pozita më e lartë të besimit. Kjo është hakmarrja më e ëmbël. Suksesi.